Pas deklaratës së banorëve të fshatit Prekal për mungesën e infermieres ka ardhur reagimi i vet infermieres Syke Marku. 60 vjeçaria është prej 35 vitesh infermier në zonën e Prekalit. Ajo hell poshtë pretendimet e banorëve të Prekalit, teksa thotë se ndodhet çdo ditë në terren dhe në gatishmëri për çdo nevojë të banorëve të zonës. Unë jam infermierja e fshatit Prekal, Syke Marku. Jam tash 35 vite që punoj në këtë zonë. Jam banore e këtij fshatit. Edhe jena munduar çdo kohë që gjinën na pranë këtyre banorëve. Faktikisht ka 10 vite që s'kena ambulancë. Kam shërbyer në terren, jam shtëpi në shtëpi, edhe për çdo gjë është e mundshme u kryer çdo punë me fjalë që kanë problem banorët, ju kena gjetë pranë. Me thënë drejtën, kena pas shumë vështirësi, se moti keq, edhe në kohën e fundit i këtë muaj me fjalë është bën një shemje rrugë edhe kena pas pak problem, po i kena përballuar. Ju kena gjetë pranë banorëve. Po, në terren shërbim në shtëpi, kush ka nevojë, merr në telefon, ka një injeksion, ka një mjekim, ju kena gjetë pranë. Orare. Jam një shumë keq për do deklarata që i kanë deklaruar do banor, një kohë që nuk janë të vërteta. Sepse unë punoj në këtë zonë, ju kam shërbyer dhe ju shërbej jo këtyne banorëve që kanë fol, po edhe njerëzve tyne gjatë disa vite që jam në këtë vend. Bllokimi i rrugës në aksin Ura-Shtrenjt Prekal ka vështirësuar më tepër punën e infermieres Marku, por pavarësisht kësaj, ajo thekson se ka qenë dhe do jetë pranë banorëve në çdo rast që ka nevojë.